ekranin e televizionit Apollon nuk mbarojnë. Pa diskutim që ato vijnë, shtohen dhe marrin forma të reja. Tash jemi në studio me dy miq të cilët kanë ardhur të performojnë në këtë skenë dhe në këtë ekran me këngët dhe lirikat e tyre të dashurisë. Që gjithë ne je kemi njohur dhe kemi dëgjuar shumë herë ato romancat e ëmbla të cilat madje në disa raste përdoreshin edhe si mesazhe të drejtë për drejta në ato lidhje të dashurisë të cilat ka jetuar gjithmonë rinia. Jemi në studio me dy këngëtarë, Ilir Veliu dhe Pirro Dupa. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma me së gjithëm. Është emocionuese për vetë faktin sepse këto romanca të dashurisë, këto këngë lirike të krijuara pothuajse aty për aty nga domosdoshmëria dhe jo më kot e citova pak më parë të lindura si mesazhe dashurie kundrejt çifteve në vite, tashmë janë ringjallur, janë rifreskuar përmes zërit tuaj. Kuptohet, përvoja juaj jetësore do na tregoj më saktë se si erdhën këto këngë deri në këto momente. Rruga e muzikës, po flas jo vetëm për veten time, por edhe për Ilirin, se në një kohë kemi filluar muzikën që quhej në thojza muzika e liçenit, se ishte amfiteatri i Gjilbërt, i cili u quajt mbas disa vitesh kur u bë një koncert dhe që u risollën këtë këngë nga shumë këngëtarë të njohur të atyre viteve që i këndonin, s'kishin mundësi ta gjenin veten e tyre nëpër ekranet e televizori ose në festivale, dhe ato këngë ose ndjenjat e dashurisë që kishin për një vajzë ose qoftë edhe një miku tyre që ndoshta nuk dinte të bënte muzikë, po i thoshte shokut vet, mikut, të lutem, unë dashuroj një vajzë, ka mundësi, dhe dikush i bënte një tekst, dikush i bënte muzikën, dhe kështu bëheshin këngët edhe përcjelleshin gojë më gojë, dhe më bënte shumë përshtypjen ato vite se këto këngë nuk këndoheshin për shembull, në festivale jo një. Në festivale jo, por nëse ishte për shembull Korça, qyteti i Serenatave, këto këngë të bukura këndoheshin edhe në Korçë, ose anasjellës nga Korça këndoheshin në Tiranë. Dhe në ato vite Iliri ka qenë në shkollë shumë i apasionuar mas këtyre këngëve, me shoqërinë e tij, unë me shoqërinë time, dhe gjenim liçenin artificial, aty këndonim dhe shfrynim ato dëshirat ose dashuritë që kishim për një vajzë ose për një. Në fakt këto këngë Ilir mua më japin atë imazhin sa herë dëgjoj, më japin atë imazhin atyre rrugicave të vjetra të lagjeve duke lëvizur një grup çunash me kitar, të cilët se çkan një gjë për të thënë, por prap nuk gjejnë forum tjetër për ta thënë përveç këngës. Dhe pastaj, nga ky mesazh kaq i thjesht, nga kjo domosdoshmëri shprehimore, kjo shndërrohet në art. Ju dhe Ilir, çfarë keni për të thënë për përvojat tuaja të para? Duhet të them pak a shumë ato që tha Pirro, po i shtoj pak disa gjëra të tjera, për arsye sepse këto kanë lindur, si thuash, autor kanë pasur të madhin popull, që i delin qoftë nga Korça, nga Përmeti, Tirana, Shkodra, mblidheshin bashkë nga liçeni, dhe ajo ishte, si thuash, zanafilla ku njerëzit blinin, shisnin, mundoheshin të këndonin, të performonin. Gjithsesi i këndoheshin dashurisë, që në atë momente ka qenë pak e fshehur, domethënë pak e. Edhe në momentet caktuara njeriu Ilir kur është i mërzitur apo udhëton për shkak ka shpesh herë një mërmërim. Dhe pa diskutim juve tash keni një mërmërim në mendjen tuaj si muzikant që jeni, keni ato vargjet tuaja që lëvizin në kokë. Cilat janë vargjet aktuale që po lëvizni tani dhe mund ta performoni në skenë? Të dëgjoj e bukur, shumë e bukur si këngë. Shumë, ka një këngë shumë të bukur. Po them që duhet pak edhe menaxhimi i këngëve, edhe mundësit tona ne jemi të dy me biznes, edhe se kemi, si thuash, qarë kokën shumë për këto probleme, po them që nëse këto do të ishin me një menaxhim vërtet perfekt, do kishin ndoshta kapnin edhe maja të këngëve. Do ta dëgjoni një këngë të Pirros, Pirro Dukës, edhe vlerësimin do ta jepni në fund. Pirro, të lutem na e këndon. Faleminderit. Më thoje se më doje si e çmendur ti. Më thoje se me ty unë asnjë s'ndroj. Besoj aty si besoja vetëm ti.
ndaj nuk mundem, jo nuk mundem të dënoj. Besoja ty, si besoja vetëm time, ndaj nuk mundem, jo nuk mundem të dënoj. Të dëshurova, e të urreva, e prap të dua, të dua, të dua, e prap të dua. Se dashuris në botë, gjithkush i ka besuar, por vjen një qas në jetë, që të gënjen, gënjen, gënjen. Të dashurova, e të urreva, e prap të dua, të dua, të dua, e prap të dua. Se dashuris në botë, gjithkush i ka besuar, por vjen një qas në jetë, që të gënjen. Më thuje se më doje si e çmendur ti. Më thuje se me ty unë asnjë s'ndroj. Besoja ty si besoja vetëm ti. Ndaj nuk mundem, jo nuk mundem të dënoj. Besoja ty si besoja vetëm ti. Ndaj nuk mundem, jo nuk mundem të dënoj. Të dashurova, e të urreva, e prap të dua, të dua, të dua, e prap të dua. Se dashuris në botë, gjithkush i ka besuar, por vjen një qas në jetë, që të gënjen, gënjen, gënjen. Të dashurova, e të urreva, e prap të dua, të dua, të dua, e prap të dua. Se dashuris në botë, gjithkush i ka besuar, por vjen një qas në jetë, që të gënjen. Piro, faleminderit dhe ishte me të vërtet gjatë kohës që ju po këndoni, unë nuk dua t'i fshe emocionet, por pikërisht gjatë asaj kohë po bisedoja me Ilirin që pas ka një diagram kjo këngë vjen nga një romancë dhe ngrihet gati në një thirrje apo jo. Dhe kuptohet tash Iliri ngre paksa edhe formacioni muzikor që plotson atë vokacionin e lartë apo jo. Është edhe një farë proteste për këtë një dashurie që ke kaluar dhe një zhgënjimi, janë të gjitha brenda bashkë. Duket që ajo diagram është respektuar, vjen dashuria e ngrohtë dhe pastaj shpërthen deri në të gjitha emocionet, ëh? Në lidhje me këtë është ajo që diskutuam pak më parë, për shembull këtë këngë nuk mund t'i këndoj ose nuk ishin papranueshme atëherë në ato vite. Dhe kjo më tepër na ka lidhur me Ilirin se kemi të dy një mendim për sa i përket edhe këngës. Hajde ta sillim këngën shqiptare se janë këngë shqiptare rradh parë. Edhe për sa i përket edhe shumë, sidomos edhe tek Lani po ta shohësh, po edhe me fatkeqësi edhe me Top Channel dhe disa emisione që jipen, shumica këngëtarëve këndojnë nuk këndojnë shqip. Këngëtari duhet këndojë shqip. Nuk ka rëndësi se çfarë rrymë të pëlqen ty, po duhet këndoj shqip. Dhe kjo ka qenë ajo më tepër që kemi diskutuar dhe me Ilirin, hajde të sillim të këngë, se janë këngë që po vdesin dhe s'po këndojnë. Po humbin, gjynaf. Janë këngë shqiptare, dhe hajde t'i këndojmë. Me Piron kemi në plan të bëjmë disa serenada shumë të bukura, që një dy nga këto serenada, të unë bile i lutëm Piro si t'i këndoj një dy nga këto serenada, që t'i ndigjoj dhe është edhe populli i Fierit, populli i qyteti im, sepse janë shumë të bukura dhe mund t'jemja 7-8 këngë nga Piro, që mund të kërkon të bashkëpunoj me mua me këto
Piro është një bas i fortë, unë po bas bariton, edhe themi të bëmi ndërthurje shumë të bukur. Do jetë një zgjidhje dhe një ndërthurje e bukur, intriguese. Them që do bëhet diçka e bukur. E kemi plan për këtë vit. Domethënë nga gjysmë e dytë e vitit. Ilir, ne sa po dëgjuam Piron tani dhe na dha një romanc dashurie, por është një fjalë e urtë që thonë janë disa që sa lidin kanë fatin mazdere, janë disa që e kërkojnë dhe e gjenë dhe disa që e kërkojnë dhe kurse gjenë. Kemi ardhur në një moment të dy që themi të bëjmë diçka të bukur dhe t'ja u lëm trashëgim brezave që vinë dhe të themi kjo është kënga shqiptare, kështu këndohet kënga shqiptare. Se fatkeqësisht, mua them me dhimbje shumë këngëtarët edhe të ri, marrin këngë për shembull shablon një këngë diku italiane ose greke ose turke edhe i bëjnë fjalë shqipe dhe këndojnë. Dakord, okay, këndojnë, nuk ka problem fare, por diçka shqiptare. Këngët tona bëhet fjalë vetëm shqip. Atëherë le ta dëgjojmë këngën tënde shqip Ilir. Po, aty po këndoj edhe unë. Ilir, urime për këngën është një këngë shumë e ngrohtë. Atë natë është një natë e vetme, një kujtesë e vetme. Në fakt, unë preferoj këngët e tua për emocionin që ato më dhurojnë, por edhe për një tjetër gjë, për vetë faktin sepse janë në zë bariton dhe unë deri diku arri disa nota gjatë kohës që ti këndoje dhe sa herë i kam dëgjuar këngët e tua. Prandaj dhe i kam preferuar më shumë. Ndërsa Piroja duke që ishte pak më lart në atë fortësinë e zërit dhe unë e pash që në momentin e parë që nuk po kapja gjë. Po jam bas bariton si zë, por kjo zë thotë për shembull. S'mund na tregoni ndonjë eksperiencë të veçantë, në një mbrëmje të veçantë, rinore, atëherë kur këto këngë lindën për vetë mesazhin dhe formën e tyre. Po këto këngë ti nuk mund t'i këndoshe vetëm për shembull se mund të kishte rënë dashuri vetë me dikë. Këtë mund të shkojë të bëje diku serenat edhe të dashurës një shokut, ose që kishte simpati, apo jo Ilir. Dhe nuk ishte thënë që të shkojë për veten tënde. Kështu kanë qenë ato, E kishe një shok në Politeknikum, ku kishte të dashur një vajzë, dhe më tha që e ka mundësi, tha që këtë këngë, tha që po këndon ti, tha të ndryshojmë të bëjmë në një kështu me emrin e kësaj vajze. Dhe shumë këngë të tilla mbajnë dhe emra, prandaj duket që janë këngë qytetare të kënduara lirshëm. Edhe problemi ishte i tillë që ne muzika performoi, si thuaç, kishte, mund të them që ishte shumë varfëri në atë kohë, kishte shumë probleme si e qyshe tek nësa përsa për i bëshin këngët nga këto të liqenit dhe nga këto kështu. Unë për vetë time si Ilir, ndjej një kënaqësi të paparë dhe këto i preferoja jashtëzakonisht se sa këngët e festivaleve. Të jemi koshient edhe të rrim, si tha, i pëlqej jashtëzakonisht. Dhe të delin dhe këto, në qoftë se i ke parasysh edhe këngët e liqenit, aty që tha se Piro Duka, këngët e liqenit kanë emra shumë vajzash, jo Mirela, jo Zana, Eva, si shke edhe në te albumet e mija, ca Eva, Zana, këto i ke këto si këngë, kanë pas shumë emra konkret, do mënë, femrash. Duke që ishte një mesazh pothuajse i drejt për drejt, kur mbante një emër specifik, një emër vajze. Tek ato fjalët që tha Piro, që janë vajza të ndryshme të lagjes, këtu për shembull, unë mbaj mend edhe një rast me Sandra Gjokën që i tham për t'i thurur një këngë, për shembull, si çfarë këngë ishte ajo e Sandrit? Nuk është vetëm Sandri, është edhe Sandri, më ka bërë shumë këngë atë. Dashnor Diko, pra për shembull. Dashnor Diko, ka qenë ndjerja Bazusi që ne këndonim bashkë me Vilas. Bazusi ka qenë një tenor i papar shumë me i zë, me i vokal të bukur, të shkëlqyer, që Piro ka pasur fat të këndoj një këngë me të. Në YouTube mund të gjesh për shembull, se klikon Piro Duka në YouTube, e gjen edhe këngën me Bazusin, që i them do ta kishe kënaqësi kushdo këngëtar të këndonte me të. Jo, nuk do të thosha këtë për shkakun që këto këngët e liqenit që vinë në terë, ka pas edhe tekstet, edhe muzika ishte shumë e bukur, po edhe tekstet ka pas disa, për shkakun ka qenë përveç këtyre që ne përmendëm, ka qenë edhe Nart Bulku. Ka qenë ky për shkakun Llabazi në një farë mënyre që
kënga e tij ka një këngë që është bërë hit, se ishte jeta e tij, u rrit jetim, dhe thot për çdo natë unë rri dhe mendoj se si vitet ikin kalojnë, ato ikin bashkë me rinin time, ato ikin dhe nuk thehen më. Dashurova, jo kur në këtë botë. S'kam para të pitë detlo, s'kam para të blej një kitar, s'më kam betur gjë tjetër në botë, të këndoj dhe veç të këndoj. S'dashurova jo kur në këtë botë, ndonë se jeta mua s'më dha krah, është për mua kjo jetë kaq barbare, pse më la kaq fukara. Etj. Dhe kur Abazusi kjo shumë. unë desha ta riprodoja, Abazusi nuk jeton. desha ta riprodoja, dhe I them atëherë një poete shumë të dëgjuar, Juliana Evgandji, dhe them Autore tekstesh në krijimtarinë dhe muzikën shqiptare me përvojë. Me përvojë dhe shumë poete madhe, I them, çfarë mund të rregullojmë ne diçka? Ajo e lexoi tekstin, më tha më pirë absolutisht, unë nuk mund të vë asnjë pikë ke ky tekst. Teksti shumë I bukur, muzika shumë e bukur. Pra, kanë qenë shumë këngë, ka pas edhe këngë që nuk I përshtatej teksti, ishte jo 100%, po të paktën 70% ishte si tekst, se shumica këngë siç e tha dhe Liri, ishin këngë dashurie, I këndoi dikush një vajze, ose Pikërisht bukuria dhe ëmbëlsia e këtyre këngëve është tek ky formacioni I tekstit, tek mënyra se si është ndërtuar teksti, sepse janë mesazhe të thjeshta nga gjuha e përditshme, me atë pa figuracione të ngarkuara ose pa dashur të shprehësh në një gjë të madhe, përveç asaj që është e kulluar dhe shpirtërore, pra është gati kristal ajo gjendja emocionale e personazhit të vargjeve tani që jeta mua më la të varfër, më la fukara. Ndoshta në skenën e televizionit shqiptar atëherë në koncertet festive nuk mund ta këndoja këtë këngë, ishte pothuajse ndaluar. Duhet I këndonim lumturi socialiste, duhet I këndonim asaj panoramës socialiste, ndërsa këto flisnin në të vërtet për atë jetën qytetare, për atë jetën e individëve. Më është kjo që të them pak më parë dhe kam diskutuar edhe ditë me Ilirin, kem pas një mikun ton, edhe I thotë që ky person I tha ka kënuar atë këngën në festival, po teksti ishte në Shqipëri lutkuqe me rrënjë uniteti, ne me duar tona historinë bogdhëngi, dhe gëzon punëtori dhe gëzon fshatari, grushtet kanë bashkuar si Vishek Gjerdani. Pra, këto tekste ishin tekste të rëndomta, tekste për shembull që mi pa ke parasysh ekonomia e tregut. Është fjala që tha Filloj me biznesin. Ti me realist, po të merresh me art, për shembull janë të rralla ata për shembull që jetojnë me artin. Unë nuk dua të përmend, por unë kam shumë miq që janë orkestrantë shumë të mirë, janë muzikantë shumë të mirë dhe nuk jetojnë dot me artin. Dhe po thon pastaj u inkarnova me shumë festivale, bëra disa këngë dhe kantautor, dhe nga 2001, pastaj 2001 e pash jeta se u rritën edhe fëmijët e ke parasysh. Tjetër vrull, një dinamikë tjetër. Por Përsërive nuk keni shkëputur nga. Nuk diskutohet. Dhe kjo që jemi prap bashkë sot është kjo. Piro, Iliri më tha që ti këndon serenadat mrekullueshme. Edhe unë kam dëshirë të dëgjoj një serenadë. Patjetër me kënaqësi. Sa shpejt kaluan vitet, të majmënd kur ishe fëmijë, por ti shumë shpejt pritet dhe nga gëngje më bëre të ndafil, por ti shumë shpejt më pritet dhe nga gëngje më bëre të ndafil. Shpresuja trëndafilin gëngje, ta mbaja gjithmonë në saksi, por si shduket u gabovan
sa I më doli një vizit, por si shduket u gabon, sa I më doli një vizit. Pse vuaj, pse vuaj, pse vuaj akoma për atë njeri, mos vall, do t'ketë që në ndër, se u shduk liku ndaj të gdhir, por jo nuk ishte ëndër, nuk ishte as vegim. Para meje ajo qëndroi dhe më tha nuk dal më në takim. Para meje ajo qëndroi dhe më tha nuk dal më në takim. Mundohem që ta haroj, por e kam shumë të vështirë. Më del gjithmonë përpara dhe më zhduket në errësirë. Më del gjithmonë përpara dhe më zhduket në errësirë. Haroje, se kishe një trëndafil, kapute nga zemra shkele, se kështu ti mund të gjesh pak shërim. Haroje, se kishe një trëndafil, kapute nga zemra shkele, se kështu ti mund të gjesh. Faleminderit. Gjatë momentit që po ju dëgjoja, në fakt doja ta diskutoja edhe me Ilirin, por kisha hall që të mos e humbja atë shihen që po më jepte kënga. Këto janë këngë të trashëguara. Unë e kam dëgjuar nga dikush, e këndoj sipas mënyrës time, ti e këndon sipas mënyrës tënde dhe kalon kënga pothuajse gojë më gojë. Ajo që unë dua të pyes, atë lë lirik kjo këngë që ti je krijues brenda natyrës tënde të kënduarit? Në radhë parë është në diçka, kjo këngë... Këngëtari është parosë vete në të gjithë dimensionet e tij vokale. Është një këngë e shtrirë, është një këngë që luan me vokalin, këngëtari mund të luaj. Është, jo pa shumë, unë kam diskutuar edhe me Ilirin edhe të dy përgashumime për dizajnin e serenatave. Kjo është një serenatë me mirëfillt, dhe përsa i përket vokalit, çdo njeri mund të këndojë serenata. Siç mund të them për shembull, unë nuk mund të këndoj një këngë operistike. Siç ndodh rëndom për shembull një këngëtar i operës së baletit këndon një serenatë, ose unë të këndoj një këngë popullore. Unë një popullore, një kështu, mund ta këndoj në tavolinë për qep, po them kam gjetur veten, dhe kjo ka qenë jo vetëm mendimi im edhe i miqve të mi, les edhe me Ilirin kur kemi diskutuar, them që kam gjetur pak a shumë vetveten ke serenata, pak a shumë edhe Iliri ka gjetur veten ke serenata. Dhe kur diskutuam pak më parë që tha Iliri që duam të bëjmë diçka shumë të bukur, një album, kam gjetur Ilirin se Iliri është një bariton i shkëlqyer dhe mua më ngjit. Keni një harmoni zërash, ndërtoni një duet zërash. Tet për shembull mund të bëj zërin e dytë lart,
por bukuria është poshtë dhe çdo këngëtar duhet këndojë në regjistrin që ka më shumë dritë për sa i përket ku i rri zëri më mirë. Pra edhe shumica e këngëtarëve që ne po ta shikosh ka shumë këngëtarë që kjo vjen edhe nga përvoja, se dhe unë nuk e kam pas këtë përvojë sot, më para. Po ka qenë maniera për shembull të bërtasësh të kapësh sa më lart. Jo, ti s'ke pse kapësh më lart, jo këndosh aty ku ta ka dhënë Zoti, i madhi Zot. Në fakt, unë po përsërit veten me këtë që po them tani, por kjo këngë pikërisht këtu e ka bukurinë, sepse është kaq e lirë, është kaq e ngrohtë, nuk kërkon tonalitetet larta, nuk kërkon sforcime, kërkon një performancë shumë të duhet këndosh aty ku je, pse është ajo fjala që the, nuk je pse bërtet, ke pse acarosh, nuk ke pse ngre zërin fort. Dhe sidomos për sa i përket serenatës, serenata është si puna do përkëdhelur për ta këndosh, nuk ka nevojë të bërtasësh, vetëm ta përkëdhelësh. Unë nuk këndoj ndoshta për shkak këto këngë të mira, nuk mund t'i pëlqej një brez, për shkak brezi i fëmijëve tanë për shkak. Por mos harro se kemi edhe ne fansat tanë. Edhe ne kemi moshën tonë. Unë kam dëgjuar dhe kemi diskutuar edhe me Ilirin, edhe kur kemi bërë muhabet, edhe kur ka ardhur në Tiranë. Ore, po mirë, pse si keni nxjerrë këto këngë përpara? Edhe Iliri duhet të tregojë sinqert, do të thotë që kanë qenë miqtë e tij që e kanë stimuluar, e kanë shtyrë, që aman Ilir, si këngët tona, këngët e rinisë tonë, që ne kemi na gjimon të policia për ato vite, atëherë pse mos këndon? Ne kanë thyer gitarat me dorë. Pra, edhe ne kemi fansa. Mos këndosh, se në quheshin si këngë rrugaçash, domethënë budalliqet asaj kohe, sa nëse. Na ke përzgjedhur një këngë për sonte Ilir? Unë po e këndoj këngë, është një balade bukur, them që do t'i pëlqej. Është një këngë shumë e vjetër, kjo këngë është korçare, është një djalë korçar, tani jeton në Amerikë, që e ka lënë këtë këngë si kujtim në Korçë dhe ka ikur. Me këtë rast, unë pata dhe shansin, a i ma dha mua të këndoja dhe e këndova. E trajtova është në mënyrën time. Është edhe një mesazh urimi për atë që është i larguar për gjithë emigrantët. Andike. Asaj shikoj gjithmonë, ky sytë e zezë dhe cilësi, e një këmbeti, tani larg e ti. Sigur ta dia, zemra nuk do ta Ci
shumë largë. Ku je tani? Ku je tani? Është një pyetje që shtrohet gjithmonë tek romanca. Ta dija, unë zemrën nuk do ta falja aty. Ti ke larg, shumë larg, ku je tani? Pra duket që drama prej kohës që është krijuar kënga dhe sot ende nuk ka rreshtur, ëh? Edhe sot e shohim që këto këngë janë shumë të vrullshme. Por kuptohet janë shumë të vrullshme atëherë kur realizohen edhe këndohen nga profesionistë të vërtet, nga njerëz të vërtet të artit, sepse në momente të tjera ka edhe vlerësime negative. Unë shoh diçka në këtë vit, në këto vite të fundit. Po shoh që po kthehen njerëzit përsëri në bazë, po kërkohet prap ajo e kaluara, nostalgjia, them që po fryn era nga ne. Pero sinqerisht ka ardhur koha që vërtet këto këngë, se unë bile kam edhe disa këngë tjera që me Piron i kemi, nuk tham edhe diçka tjetër, ne që ne këndojmë bashkërisht me Piron me kitare, me shumë lidhemi shoqëri, bile jo më shumë se pardije kanë qenë miqtë e Piros aty që njihen janë shumë me shumë emër, që Piro mund të na tregoj diçka. Mund të them që këto këngë ne do t'i sjellim shumë shpejt në një performancë tjetër në një bashkëpunim që do bëjmë tani së shpejti me Piron dhe era po fryn nga në drejtimin ton. Domethënë ka ardhur koha për këtë. Ja u them sinqerisht sepse po e shoh që kërkojnë shumë këto këngë dhe dohet të dile pak se mos dal nga tema e bisedës. Shumë këngë të vjetra që ne këndojmë me Piron janë këngë të vjetra që unë i kam mësuar nga babai dhe mamaja ime, që i kam dëgjuar që në atë kohë dhe jam shumë të vjetra dhe mua ato më kënaqin, më japin një relaks. Se kanë melodinë brenda i lirë, prandaj kanë melodinë brenda. Pastaj mos harro që një këngë e tillë që Piro e këndoi, Piro thashë nga është këngë shumë e vjetër, tha Piro, po e di thashën se mua ma ka mësuar dhe me fizharmonik mamaja këtë këngë. Piro është vërtet, Gabriel unë pata rastin. Varkën shtyn nga dhe e mikëra tu dia pra. Shumë e bukur. Shumë e bukur si këngë, një vals i lezetshëm, i kënaqshëm. Dhe atë po dhe them që këto duhet patjetër deri një sot ndërgjegjësohet shumë që këto këngë janë pavdekshme dhe s'kan gjithmonë janë në kohë. Kur si ikën koha këtyre këngëve. Biles në lidhje me këto ndërshtoja edhe diçka tjetër, Biles, po të shikosh edhe shumë brëme që bënin një, që kanë qef roke, muzikash në to. Vjen një moment në pikun, mbas janë të lodhur, vjen origjinë, dalin origjinë. Dalin o ke populloria, o do dalin ke serenatë korçare. Dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje shumë herë. Pse se do vi aty. Dhe mua më vjen keq për se është një diçka. Unë nuk flas për nacionalizëm, fatikisht edhe nacionalizmi është këtu, dhe po të shkosh në Greqi, për shkakun dëgjon këngë greke, po të shkosh në Itali, dëgjon këngë italiane, po të shkosh në Turqi. Unë kam dëshirë për shkakun edhe në Shqipëri të dëgjon vetëm këngë shqipe, nuk pa hyrë në se çdo njeri ka dishën neve dhe mund të dëgjoj muzikën, s'mund t'ja imponosh. Por nëse njihet për shembull një vend që njihet nga dy gjëra, njihet nga sporti një dhe arti dy. Duhet bëjmë një art shqiptar si mi shqiptar. Piro më thatë që keni diçka speciale për sonte. Çfarë është ajo speciale për sonte? Në fundit edhe është serenat. Dhe këtë serenat që unë do këndoj sot, ne do ta sjellim prapë si shtatë i lirë performancë, do bëhet riorkestrim dhe do ta këndojmë bashkë. Do të riorkestrojmë përsëri. Do të riorkestrojmë se normalisht është ai që thash parë që më duhet zëri i lirit se ajo është bukuria e tij ku hyn. Ta dëgjoj. Faleminderit. Një ledhatimi vërtet,
Shumë e bukur. Nuk e di se e pëlqeu. Ishte me të vërtet shumë ëmbël, unë jam adhurues i muzikës, dhe këto këngë mbase në gjendjen time shpirtërore dhe tek unë bjen gjithmonë atë imazhin e asaj pranverës që ka qelur një lule, një dorë që e këput, një lule që rrëzohet, një sy që loton apo diçka tjetër. Pra këto panorama krijohen si gjendje shpirtërore. Dhe pak a shumë të gjitha këto këngë pothuajse këtu e kanë atë imazhin e tyre që përcjellin. Ai dhe janë shumë të dashura. Edhe pak a shumë ajo është ajo që diskutuam më parë që teksti nuk është problemi se ka bërë një poet, nuk është të thënë që ta bëj poeti. Këto janë fjalë zemre. Pra janë fjalë shumë të bukura që nuk ka nevojë të jesh poet, se po të ishe poet për shkakun do bësh vetëm poezi. Këto i ka bërë dikush që e ka ndjerë një dashuri, ato dashuritë e ndaluara atëherë, është një me këtë tekste kaq të bukura dhe për atë kohë nuk qanin dot. Ishin ajo pak a shumë që të rrugetshrit me këto këngë. Ishte kënaqësi që ju kishim në studio Ilir, keni gjë tjetër për të thënë? Po faleminderit edhe ju për ftesën. Se ne po të vazhdojmë me Piron me Serenata, them që deri në 4. Kjo muzikë do të na mbajë gjithë natën në piano bar. Të garantoj në 4 të mëngjesit dhe ndoshta edhe më vonë. Atëherë mbarojmë me këngët tona. Ishte një kënaqësi, faleminderit, ju uroj televizionit Apollon gëzuar vitin 2013 dhe sukseset më të ejshme në karrierën tuaj. Faleminderit. Faleminderit nga ana juaj, e televizionit tuaj, suksese për 2013-ën, ishte kënaqësi, është hera parë që unë marr pjesë në televizionin tuaj që jap një emision të tillë këngë. Dhe do kisha kënaqësi prap, mbasi të marrojnë me albumin, të vinim prap dhe ta performonin në televizionin tuaj. Edhe një gëzuar 2013. Gëzuar dhe juve ju. Jo, të kështu normal që do të i këndojmë disa këngë shumë të bukura, po gjithsesi lancimin e këtyre këngëve dhe promovimin e këtyre këngëve, themi që televizioni Apollon do ta... Kjo s'kene meriton apo jo? Patjetër. Ju faleminderit që ju kishim në studio. Ju urojmë suksese në albumin tuaj të ri, suksese në krijimtarinë tuaj. Faleminderit. Shikues nderuar, ishim në studio me këngëtarin Ilir Veliu dhe Piro Dupa.